kam ca kartolina të vjetra. Ke kartolina? Mund të qenë të klasës 4-5. Unë bëtë fjalë viteve 90-91. Kartolina me qëfar printesh? Kanë qenë ato printet e ato kartolina që shikonim nga figura, apo jo, Meridian, që bënim atë koleksionin beba me kapur. Më kam përshtypjen se janë dedikimet e shokëve të klasës, shoqë Po, fritiera nga përjashta, tundi perdet e mundafshme. Kujto se të harrova, kartolinën ta dërgova. Të gjithë të kartolinë kemi dërguar. E vërtetë, është edhe unë kam kartolina, dhe madje kam dhe një blog, që kudo ku kam ndruar shtëpi e kam marrë me vete, kam pas shumë qef edhe tani Marisol e në mendje, kisha harruar, që hera herës me miqtë e mi më të mirë, ato që i kisha xhan, merrja dedikime të ndryshme për mua, piktura, këngëtarët tanë të preferuar, është një blog fantastik. Që rrallë më fakte kam hapur, dhe më sjell shumë nostalgji, po, kam edhe letra të ndryshme që mi kanë dërguar shokët e klasës, shoqet e klasës, dhe kartolinat i kam të gjitha. Fantastiko. Alessia? Po kujtojmë kartolinat, po, se ato dërgonim, dhe pastaj pas 90-s kur filluan dhe këto me muzikë, ato ishte një luks. I vërtet. Dhe me drita. Që hapesin dhe luani këngë.